Skandali në Universitetin Bujqësor të Tiranës pak përfundon hetimet merr të pandehur 28 pedagog dhe biznesmen. Prokuroria e posaçme SPAK ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka marrë pandehur 28 persona përfshirë pedagog, staf akademik dhe biznesmen, të cilët dyshohen për përfshirje në abuzime me tenderat në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Sipas SPAK, ata akuzohen për kryerjen e veprës penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike kryer në bashkëpunim, falsifikimi dokumentave kryer në bashkëpunim dhe shpërdorim detyre. Zyrtarët e Universitetit Bujqësor të Tiranës akuzohen se kanë kryer shkelje në 9 procedura prokurimi të zhvilluara në vitin 2022 nga ky universitet me një vlerë të prokurimit prej 90 milion lekë të reja 900 milion lekë të vjetra. Nga përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, dokumentacioni i administruar rezulton se tenderat janë zhvilluar me kritere të manipuluara në bashkëpunim me operator ekonomik të pacaktuar. Zyrtarët e Universitetit Bujqësor të Tiranës kanë favorizuar dhe krijuan kushte në shpalljen fitues në 9 tenderat të operatorëve ekonomik. Krijon SHPK që zotrohet nga Piro Zoga 70% të aksioneve dhe Fation Zoga 30% të aksioneve, Zero Group SHPK që zotrohet nga Arnold Kryeziu me 100% të aksioneve dhe Malvina Visoka PF që zotrohet nga vet Malvina Visoka. Në hetim për këtë çështje janë edhe 2 ish zëvendës rektorët e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Romina Koto dhe Ilir Kapaj, teksa i ka shpëtuar hetimi të rektori Fatbardh Sallaku.